Mirë, ne rikthehemi sërish në studio, teksa do të vijojmë të mbetemi në vazhdon e të gjitha zhvillimeve të cilat vijnë nga Kosova. Në këto momente do të jemi në një komunikim të drejtë për drejtë nëpërmjet Skype-it me mikun e hapësirave të Fax News, zotin Jeton Alimi, drejtori ekzekutiv i Institutit për Studime Europiane dhe Globale, njëkohësisht edhe një njohës shumë i mirë i çështjeve të politikës së brendshme në Kosovë dhe jo vetëm. Jeton, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fax News. Përshëndetje, faleminderit, kënaqësi. Jeton, ne do të flasim sa i takon seancës konstituive, e cila ka dështuar për të 5-ën herë radhazi, një seancë e cila nuk i ka hapur rrugë krijimit të qeverisë së re, institucioneve të reja në Kosovë, por edhe zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Do të ndalemi tek situata politike e Albin Kurtit, e cila duket sikur nuk është një situatë e qetë, por nga ana tjetër edhe një situatë e qartë, dhe njëkohësisht do të ndalemi sa i takon edhe të gjitha zhvillimeve të cilat lidhen me dialogun ndërmjet dy palëve, Kosovë, Serbi dhe të tjera në vijim. E nisim fillimisht me situatën politike. Jeton, çfarë duke ndodhur aktualisht në Kosovë? Presim një seancë të gjashtë konstituive me shpresën se do të zgjedhim kryetarin e parlamentit dhe do t'i japim rrugë krijimit të institucioneve të reja në Kosovë. Deri në këtë moment si paraqitet situata me të gjithë faktorët e saj të brendshëm dhe të jashtëm politik, Jeton? Po, Albi, ashtu siç e thatë në hyrje të emisionit ju, faleminderit shumë. Besoj që tash opinioni veç në Kosovë dhe Shqipëri veç është mos e i kallëzuar se është një person që nuk e don opozita, siç është zona Albulena Haxhiu, ministre e juridikut. Unë besoj që atë ministria ka udhëhequr dhe nuk ka pas suksese kurrë ministria e kësaj. Unë besoj që duhet të gjenden një person tjetër dhe mos ketë kalkulime politike dhe mos humbim kohë, sidoqë të jetë është në çështjen e lëvizjeve vendose dhe Albin Kurtit, që besoj që duhet të gjejë një kandidat tjetër apo një kandidat tjetër për të votuar kryetarin e Parlamentit të Republikës Kosovës. Me në 90 kushtetutës i takon partisë fituese të zgjedhjet në shkurt të këtij viti të kandidojë dhe të zgjidhet, po besoj tash ka mbet një gërgj dhe shpresoj të zgjidhet ky gërgj, po ende nuk ka ndonjë zgjidhje adekuate apo një marrëveshje politike. Është flitë që ka një marrëveshje politike me zotin Limaj, po besoj që edhe kjo është një farë ngërçje, dhe se është folur se zoti Lima, partisë Nisma, e ka kërkuar postin e kryeparlamentarit dhe ca ministri, dhe besoj që këtë veç kanë qenë fjalë, po jo dhe vepra, dhe kështu që është një ngërç dhe është, siç e thatë edhe ju, për herë të gjashtë, besoj të premten mund të ketë një seancë të radhës të Kuvendit të Republikës Kosovës të thirrur nga kryesuesi zoti Abni, dhe besoj që nuk do të ketë diçka rëndësishme deri në këtë moment edhe për ndonjë zgjidhje të asaj çështje. Ndërkohë, pse është kjo paqartësi dhe kjo krizë politike, do doja ta quaja në këto momente, Jeton? Pse nuk kemi ende një zgjidhje? Çfarë pengon zgjidhjen dhe krijimin e institucioneve të reja në Kosovë? Është për shkak të kokëfortësisë në një farë mënyre të Albin Kurtit, pra kryetarit televizjes vetvendosje, apo ka të tjerë faktorë të cilët janë duke penguar këtë proces? Pikrisht nga zoti Albin Kurti është një kokëfortësi dhe kryeniësi, dhe këto na kanë kushtuar edhe me çështjen e bisedimit sa kemi qenë, dhe ajo farë fiskultura në termen popullor me kuptu opinionin në Shqipëri dhe në Kosovë, dhe për shprehna kështu, besoj që zoti Kurti me kryeniësinë e tina po don të bëj kalkulime politike dhe t'i jap vetit kohë dhe t'i testoj njerëzit dhe t'i djeg edhe t'i testoj ona medaljes edhe pozitive dhe negative. Besoj që tash këtë lëvizje vendose ka synuar t'i merr 500.000 vota me atë e famshme që kanë bazë me zemrë, dhe këtë nuk ka mund t'i arrit, dhe i ka 48 mandate, dhe shto këtu faktin dhe ato minoritetet tjera që janë dhe një ju ka dalë është ai konflikti mes zonjës Emilia Rexhepe dhe Balës, dhe këtë nuk do të përzimi mes tyre rivaliteti politik, dhe këtë i kushton Kosovës, dhe zoti Kurti e ka qitë kandidatën zonën Albulena Haxhiu, thash më herët, një ministër
të jo të mirë, jo pëlqyer nga opozita dhe nuk do të jetë ndonjë më tjetër dhe nuk do ta realizohet marrëveshjen siç është shkruar në opinion me Fatmin Lima dhe këtë është kryenisja e Zotit Kurti dhe ona medalës është edhe teston, po edhe djeg dhe minimalisht unë vetë nëse kisha qenë kandidat, nëse su kishin votu për herë të katërt, besoj që isha hek nga kandidatura, po ja po është kryenisja e Zotit Kurti dhe nuk do të qetë ndonjë kandidat tjetër siç kanë kërkuar opozita dhe fundi opozita nuk është për t'ia bërë numra Zotit Kurti, është vetë Zoti Kurti që është fituesi i zgjedhjeve dhe me kushtetutë do ta propozojë Zoti Kurti dhe do të sigurojë 61 mandate dhe jo opozita dhe mos të luajë rolin e viktimës siç den Zoti Kurti, kur është për të sulmuar e den ato sulme që është mi përdor dhe këtë popson Kosova dhe populli i Kosovës sot e patëm edhe vizitën të Bashkimit Evropian për çështje bisedime dhe besoj këtë e kanë bërë shumë të qartë edhe Bashkimi Evropian po edhe amerikanët se Zoti Kurti luan me shumë karta dhe besoj këtë nuk e don miqtan Kosovës dhe ajo Zoti Kurti është i njëjtë dhe nuk ka hekur dorë nga. Mirë, te kjo çështje do të ndalemi pak minuta më vonë teksa jeton. Kanë kaluar më shumë se 2 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare në Republikën e Kosovës dhe përballemi me një situatë dhe një krizë të thellë politike aktualisht në Kosovë, por përgjatë këtyre 2 muajve të cilat kanë pasuar me shumë zhvillime të cilat lidhen me politikën, çfarë ndodh me tryezën e negociatave për një koalicion të mundshëm të partive me lëvizje në vetëvendosje që kjo e fundit të arri numrat që i nevojiten në parlament? Po, si që keni pa dhe ju në opinion e ju atje në Shqipërinë dhe besoj që tash opozita sidomos LDK-ja dhe PDK-ja nuk donë të bëjë ndonjë marrëveshje pa marrë parasysh ato kalkulimet e tyre politike që mund të rritin apo mund të zvogëlon në vota nëse shkon shteti vet në zgjedhje dhe këtë vetëm mundësi e ka me Nismën dhe Nisma tash e ka kërkuar atë postë që përmena dhe Zoti Kurti nuk do ta hekë ish ministrin e zonën Haxhiu, një ministre që nuk ka pas shumë suksese në resortet e saj të ministrisë dhe besoj këto është kjo kryenesia dhe mos hekja e zonës Haxhiu, po vetëm me atë të shkoj dhe mos japja atë postin në Zotit Lima, tecën edhe më tutje, besoj këtë është mos e qartë se bojnë kalkulime politike dhe shumë e tonë Kosovën dhe nuk e di pse nuk e hekë zonën Haxhiu nga ajo kandidaturë, po vetëm ajo dhe unë besoj që e shoh një hendek të madh nga Zoti Kurti dhe besoj që më në fund do të jetë një kandidat tjetër apo një kandidat tjetër për test më tutje dhe Zoti Kurti e din shumë mirë që nëse metet shtetin në gërsh, meten shumë sande pa kry dhe e din çfarë zhvillimi duke zhvilluar qoftë në Ukrainë, qoftë në Serbi atje dhe Kosova nuk e meriton një gërsh politik dhe nuk e don, po si do që të kjo është politika e Kosovës dhe presim çfarë të zhvillohet në javët në vijim edhe ekskluzivisht të premten që është thirrë seanca që do të bëhet nga lëvizja vendosur dhe nga partitë personalisht, tek seanca e 6 konstituive, duke padur parasysh që 5 seancat e tjera të kaluara kanë dështuar, çfarë pret nga e 6-ta jeton? Do të kemi më në fund një dakordësi për zgjedhjen e kryetarit të Parlamentit të Republikës Kosovës, do të kemi rrugën e hapur për krijimin e institucioneve dhe qeverisë së Kosovës, çfarë ndodh? Si janë parashikimet e tua duke e njohur mirë edhe situatën politike në vend? I normal unë e thash deri në këto momente nuk ka asnjë lëvizje pozitive, as negative, as zonë marrëveshje për opinionin. Zoti Kurti nuk don e ripërsëris prap. Nuk do të hekë zonën Haxhiu, kandidatën për kryetarët parlamentit të Republikës së Kosovës dhe njëkohësisht edhe këndej Zoti Lima e ka kërkuar me këmbgëlsi atë pozitë dhe këtu qëndron këtë problemi, sidoqë të tjerë. Mendon se problemi qëndron tek zonja Haxhia jeton? Po, zonja Haxhiu pikërisht është një person që nuk e don opozita dhe opozita i ka dhënë 2 emra, zonjën Selimi bashortën e ish deputet të lëvizjeve vendosë Zoti Recep Selimi dhe zoni Saranda
Saranda Pogojevse, një deputete e mirë, dhe këtë zoti Kurti nuk do të hekë zonën e Gjia dhe të qetë o zonën Selime o zonën Pogojevse për kandidate dhe këtë ka mbet Gërçi, ose t'ja jap postin në zotit Fatmi Lima, si pas marrëveshjes qish është flit në opinion, qish në fillim, që ka thënë zoti Lima, unë jam i gatshëm t'jap kontributin tim për themelimin e institucionit të Kosovës, dhe këtu deri këto momente nuk kemi asnjë lëvizje dhe asnjë opinion, dhe besoj që do të shkoj edhe për herën e 6 do të ketë sa përsye faqe të shkojnë në të gjithë ata deputet të angazhon dhe më në fund nuk do të zgjidhje të ketë kryetarë të parlamentit apo kryetarët të parlamentit të Republikës Kosovës. Pra mendon se edhe seanca e 6 konstituive do të jetë njësoj si seancat e kaluara dhe nuk do të kemi një produkt konkret, apo jo jeton? Deri më sot, deri në këto momente, nuk kemi asnjë prononcim dhe asnjë lëvizje, as që nga lëvizja vendosje, as nga opozita, për t'ja bërë numrat për zgjidhjen e kryetarit të parlament apo kryetarës, dhe kështu që është një ngërsh politik dhe besoj që tezë matutje me lëvizje tjera, me amën tjetër, sidoqë që tjetë, nëse vazhdon kështu, Kosova është në ngërsh politik dhe shumë e dëmshme edhe për shtetin e Kosovës dhe për gjithë opinionin Kosovë. E ma gjërë. Ndërkohë, jeton e përmenda në hyrje të bisedës tonë së bashku se duket që nuk është një situatë fort e mirë për Albin Kurtin, për shkak se edhe ky i fundit u bojkotua nga gazetarët, të cilët braktisën mikrofonat, braktisën kamerat e tyre gjatë momentit kur zoti Kurti ishte duke lënë ambientet e kuvendit. Dua të marr pak opinionin tënd për mënyrën se si e ke parë këtë lëvizje të paktën nga ana e medias kundrejt zotit Kurti. Çfarë tregon kjo dhe pse një veprim i tillë në këto momente? Po është një sen shumë mirë që e kam bën mediume, se është një lajm i mirë, e tham edhe dje në emisionet me televizion të Kosovës, që më në fund gjykata kushtetuese ja prishi atë ligjin për mediat, KPM-s dhe u kthye gjithçka në pikën zero, se zoti Kurti dhe politika tina ka dashur t'i kap mediat, po ashtu dhe t'i bëj për vetë dhe t'ja ngre veshin atë termin popullor, po tham kaq për me kuptu opinione, dhe besoj më në fund është një dritë në fund tunele dhe është bë mirë që ligji u kthy prapë në pikën zero dhe gjykata kushtetuese e dha verdiktin e vet më në fund dhe të gjithë janë kthy të zgjuar dhe mirë, dhe ja kanë bërë me dia zoti Kurti se nuk mund t'i kapësh media dhe institucionet siç kanë bërë në muaj të kaluar, dhe besoj që është mirë dhe i kanë kallëzuar në termin popullor, ja kanë qelë syt me gesh nga gjykata kushtetuese, dhe ky revanshim nga mediat ke mos i qelluar dhe një vrejtje shumë e mirë dhe një shëplak në termin popullor për Kurtin dhe qeverinë e kaluar të zotit Kurti, se mos bëja si gabime dhe mos të t'i kap mediat në mënyrë flagrante siç ka menduar t'i kap me atë ligjin e famshëm tash veç në letër. Ky veprim i gazetarëve dhe i medias në tërësi jeton, çfarë ka sjell për opinionin publik aty në Kosovë? Si është përkthyer, si është marrë? Ka patur nga ata të cilët e kanë mbështetur veprimin e gazetarëve, ka patur nga ata të cilët e kanë kritikuar vendimin e gazetarëve, apo ka patur edhe nga ata të cilët nuk janë interesuar hiç se rekon kësaj situate? Po ndisim nga shoqëria civile se vidhe me profesor Masim Jurist, besoj që e kemi marrë një pjesë e madhe, jemi gëzuar fakte dhe kemi përshëndetur atë pjesë që kanë bërë gazetarët, dhe është fakti për gëzuar se më në fund mediat janë të lira dhe nuk ka mund t'i kap qeveria e Kurtit, ish qeveria e Kurtit në falë dhe politika tina, dhe është farë për gëzuar. Po ka ndonjë pjesë të njerëzve të Kurtit që kuftosa ata përkrojnë zoti Kurti, qoftë edhe nëse më shën murit me kokë, ata prap e përkrojnë Kurti si ja ka shpërlau me morën Kurti në mënyrën e vet, dhe jo rastisht i ka quar zoti Kurti 40% e popullatës analfabet dhe bën hajgare me ta, shaka dhe tallet me ta, që është e dëmshme, dhe vetëm i përdor për vota si për kondoma, dhe besoj këtë më në fund ligje dhe gjykata është që e binë ligjin në vend dhe gjithë ato merit i takon
gjithë atyne që kanë punuar dhe që kanë quar në gjykatën kushtetuese, atëlisht dhe më në fund është da i suksesshëm dhe më në fund ja kanë dalë dhe besoj që edhe erave tjerë, nëse tenton do qeveri t'i ka mediat të njëjtën kanë dhe të njëjtën mesazh do ta marrin nga ligjet dhe nga të gjithë ato gjykata që punojnë në favor të popullatës Kosovës dhe vetëm me ligjin. Ndërkohë jeton e përmendëm dhe nisëm të diskutonim edhe pak minuta më herët çështjen ndërmjet dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, ndodhet për herë të dytë në një vizitë të paparalajmëruar në Kosovë, ku është pritur edhe në një takim nga kryenegociatori i Kosovës, zoti Besnik Bislimi. Në fakt, në takimin e parë që Sorensen dhe Bislimi kanë zhvilluar të dy së bashku, Sorensen kishte thënë që prioritet do të ishte të caktonte një datë dhe një takim sa i takon çështjes dialogut. Ndërkohë jemi në këtë vizitë të dytë jeton. Çfarë detajesh dhe çfarë ka sjellë ky takim i dytë ndërmjet Sorensen dhe Bislimit? Unë mendoj që zoti Sorensen është vizitë e mirëseardhur dhe më shumë mesazh është për zotin Kurti se ai e din shumë mirë që ai duhet të krijojë institucionin e Kosovës dhe ka ardhur për të caktuar datë të bisedimit saj, mbas takimit është nisë në Serbi atje për të takuar Vučićin dhe besoj është një mesazh dhe një shpërblaq shumë e madhe për zotin Kurti pse nuk i themelon institucionin dhe bën kryeniasi siç ka bërë me sende tjera dhe e shfrytëzon rastin për mos qurjen e ambasadorit amerikan nga ambasada e Amerikës, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga ambasada e Amerikës në kryeqendrën e Kosovës këtu në Prishtinë dhe zoti Kurti shfrytëzon ato situata dhe aq mirë dhe e din shumë mirë se po të kishe ambasador të SBA-ve, këtu do të vinë një presion shumë i madh nga amerikanët dhe këtë zoti Kurti e din shumë mirë dhe atë hendekin e shfrytëzon shumë mirë dhe kjo shplak dhe kjo mos themelim institucionet të Republikës së Kosovës. E din shumë mirë zoti Kurti që do t'i kushtojnë në të ardhmen dhe e din çka e pret zoti Kurti për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve dhe themelimin e asociacionit apo vetë menaxhimit apo zajednicës e çuke Kurti një farë sa ishte në opozitë dhe unë mendoj që ky boshllok dhe mos themelimi i institucionit dhe mos caktimi i një datë për shkuar në bisedime dhe mos takimi i Petersen nga zoti Kurti do të jetë një vërejtje e madhe për qeverinë e Republikës së Kosovës, pa marrë parasysh a do jetë Albin Kurti kryeminist apo në kush tjetër dhe këtë do t'i kushtoj zoti Kurti. Në një farë mënyrë nuk është se kemi patur zhvillime të reja se i takon situatës dhe dialogut Kosovë-Serbi, jeton situata duket e qetë të paktën. Në çfarë fazë ndodhen diskutimet dhe negociatat? Po negociatat janë ato ku kanë mbetur dhe besoj nuk ka pas as ndonjë lëvizje. Situata e sigurisë është e mirë dhe nga policia e Kosovës ka lajme të mira pozitive se është një situatë stabile dhe ashtu fragile se me kushtetutën e Kosovës, policia e Kosovës reagoi si parë dhe u lekë reagoi si dytë dhe KFOR reagoi si tretë dhe përderisa është KFOR policia e Kosovës u lekë besoj që mund ta bëjë një gjumë të rehatshëm në këtu në Prishtinë po ata në veri atje dhe besoj që nuk mund të ketë ndonjë për të shkallëzim situatës dhe këto vlerësimet momentale të mira dhe shpresoj të tezëm matutje. Situata në Serbi është atje bagje e rëndë dhe besoj që Vučić është në fund të karrierës dhe besoj që do bie qeveria edhe aty pa marrë parasysh ai themelim i asaj qeverisë kozmetike apo kamuflazh dhe sa për faqe dhe besoj që më në fund edhe Serbi të vinë një fry e Bashkimit Evropian dhe e përkrahur nga popullata shumicë atje që janë duke lypër shkruajnë e Vučićit dhe jo rastësisht kanë dalë mira njerëz atje dhe pritet pishlima e fundit për të revoltuar dhe për të rëzuar Vučićin njerë për gjithmonë nga pushteti atje dhe të vi një frim amerikane evropiane dhe që ka kuptuar se Vučići ka majt ata me frim anti-evropiane, anti-amerikane dhe i ka majtur me frim kundër Kosovës që kanë ditë njerë për që bënë Kosovë është e humbër dhe nuk mund të kthejet si që ka mashtër Vučići dhe me atë politikë shekullin 19 më në fundë e ka kuptuar edhe sërbët atje që Vučići është një mashtues, një kriminal dhe atësi nuk mundet të bëj më shumë për sërbët, vetëm Kosova është e pavarur dhe sovran dhe mund të jetoj çdo minoritet, e sidomos minoriteti serb i ka të gjitha
të garantuar me kushtetut, gjuhën, flamurin dhe ETJ dhe besoj që edhe këto e kanë të qartë serbët dhe mos t'i manipuloj fuqishja dhe Serbia që ka ditë manipuloj deri me tani. E qartë, jeton të falenderoj shumë për të gjithë analizën e përcjellë deri në këtë moment në ekranin e Fox News, e gjithmonë është kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia në ceftas. Ne shkëputemi në publicitet.